Përshëndetje, tani do të shpjegojmë dy shtyllat të rëndësishme në Java, klasat string dhe numbers. Fillojmë me klasën string. Në Java, stringu nuk është një tip i thjesht i të dhënave, por një objekt. Ai përfaqëson një varg karakteresh. Një gjë që duhet të mbani mend mirë është që stringjet sapo të krijojnë nuk mund të ndryshojnë. Çdo veprim që duket sikur e ndryshon atë, në fakt krijon një kopje të re në memorje. Tani kalojmë te klasa number. Ne e njohim tipet primitive si int, double apo float, por Java na ofron edhe wrappers case si integer dhe double. Këto na lejojnë të trajtojmë numrat si objekte. Shumë struktura të avancuara të dhënash në Java punojnë vetëm me objekte. Dy proceset kyçe këto janë autoboxing, ku Java e kthen automatikisht një numër në objekt, dhe unboxing, që është e kundërta. Tani le të shohim këtu në praktikë brenda programit NetBeans. Siç e shihni, këtu kemi krijuar një variabël teksti. Me që është objekt, ne do të përdorim pikat pas emrit për të thirrur metoda. Për shembull, me pik length ne gjejmë menjëherë sa shkruane ka ky tekst. Me pik to uppercase ne transformojmë të gjithë tekstin me shkruane të mëdha pa pasur nevojë të shkruajmë cikle të komplikuara. Si dhe me contains ne e shohim që ky varg a e përmban ndonjë fjalë apo fjali në te. Tani shohim pjesën e numrave. Këtu kemi një integer, numri objekt barës me 10. Kjo është ajo që quajmë autoboxing. Java e kupton vetë që ky 10 duhet të sillet si objekt. Por rasti më praktik është ky. Kur marrim të dhëna nga një faqe webi ose një databazë, ato shpesh vijnë si tekst. Shohim variablin input nga përdoruesi që është 25. Ne nuk mund të bëjmë mbledhjen e tekstit, prandaj përdorim klasën integer pairs int. Kjo e kthen tekstin në numër real që ne të bëjmë llogaritjen matematikore. Le ta ekzekutojmë programin. Siç e shihni në dritarin output, programi llogarit gjatësinë e tekstit dhe bën mbledhjen e saktë të numrave 25 me 5 duke na dhënë 30.